Prej datës 15 nëntor, në krye të postës shqiptare zhvendosur Genarda Allanaj si drejtore e komanduar pas dorëheqjes së Shkëlqim Ramës, i cili mbajti këtë postë për më shumë se 4 vjet. Genarda Allanaj më herët ka mbajtur postin e shefes së burimeve njerëzore, ndërkohë që pritet të emërohet në ditën e dim edhe drejtuesi i ri i postës shqiptare. Genarda Allanaj është drejtuesja e komanduar e postës shqiptare filiali Vlorë prej 15 nëntorit. Allanaj që mban edhe postin e drejtueses së burimeve njerëzore në këtë institucion, tashmë është komanduar në këtë post deri në emërimin e kreut të ri të postës. Më herët këtë detyrë ka mbajtur Shkëlqim Rama, i cili dha dorëheqjen rreth 3 javë më parë, ndërsa ka drejtuar këtë institucion prej 4 vitesh. Me komandimin e Allanajt në krye të filialit të postës shqiptare në Vlorë, qëllimi është që institucioni të vijojë normalisht punën në një periudhë të ngjeshur si muaji dhjetor, kur shpërndahen edhe shpërblimet e fesave të fundvitit për pensionistët. Ndërkohë pritet që shumë shpejt të emërohet edhe drejtuesi i ri i postës në Vlorë, ndërsa janë disa emra të lakuar për të drejtuar filialin e postës shqiptare në Vlorë. Sipas informacioneve nga posta, mësohet se emri i drejtuesit të ri pritet të zyrtarizohet brenda këtij viti.